Moti i keq ka goditur vendin këtë të martë duke shkaktuar përmbytje të shumta për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Ministri Mbrojtjes Spiro Vëngu dhe Ministri Bujqësisë Andis Salla u mblodhën në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për të raportuar mbi situatën për shkak të motit të keq që preku Shqipërinë. Në mbledhje prezent ishin edhe prefektët e qarqeve, ndërsa ministrat bën me dije për gatishmëri të plot nga ana institucionale, duke bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe shmangje të zonave me risk. Ministri Mbrojtjes Spiro Vëngu theksoi se deri më tani situata është nën kontroll. Kemi vendosur së bashku me Ministrin e Bujqësisë që të bëjmë një raport situatet përbashkët me gjithë prefektët e qarqeve, nisur nga situata meteorologjike. Siç e dini, kemi bërë një vlerësim paraprak ditën e shtunë, bëm Komitetin e Emergjencave dhe shpërndam të gjithë hartën e rrezikut në rang vendi, duke përqendruar qoftë forcat, qoftë edhe mjetet në ato zona ku vlerësohesh risku më i madh. Ministri Vëngu tha se probleme me argjinaturat nuk ka, por gatishmëria do të jetë e lartë. Vlen të theksohet që nuk kemi pasur probleme në argjinatura, nisur edhe nga ndërhyrjet masive që janë bërë në muajt e kaluar, por duhet të mbetemi vigjilentë, siç e thash, ndaj dhe do kemi në gatishmëri mjetet të drejtorive të kullimit sipas nevojave të bashkisë apo të prefekturave. Ministri Mbrojtjes ka apeluar edhe për qytetarët e zonave të goditura nga moti i keq. Ai tha se do të jetë në terren për të qenë koherent me situatën, ndërsa u bëri thirrje institucioneve përkatëse nga ekipet e emergjencave e deri te garantimi i energjisë elektrike për zonat e prekura. Me rritje të mjeteve në ato zonë në mënyrë që të jemi pranë banorëve në çdo moment, ndaj dhe i bëj thirrje institucioneve vendore që të njoftojnë në kohë reale të gjitha nevojat, qofshin këto në zona rurale apo dhe në zona urbane. Shërbimi i urgjencës mjekësore dhe policia rrugore janë po ashtu në terren dhe sigurojnë mbarvajtjen qoftë në ndihmës të popullsisë, qoftë edhe në ndihmës të institucioneve që po ndërhyjnë në mbështetje të tyre. Për momentin kemi evakuimin e 10 familjeve në Durrës dhe në Shijak, nga banesa ku janë rrethuar praktikisht nga uji dhe presim një rikthim në normalitet në ato zonë përpara se këta banorë dhe këto familje të rikthehen, ndërkohë që po merren masat nga bashkitë dhe nga rezervat materiale të shtetit për t'ju ardhur në ndihmë gjatë këtyre orëve kritike. Apelojmë edhe një herë kujdes maksimal për banorët, bashkëpunim me autoritetet për sa i përket udhëzimeve që jepen në terren, në mënyrë që të parandalohet çdo lloj fatkeqësie në këto situata. Do mbetemi në gatishmëri në terren gjatë orëve në vijim dhe do bëjmë përditësime periodike nga qendra operacionale kombëtare e emergjencave civile këtu në Tiranë, në mënyrë që edhe publiku të jetë sa më informuar dhe i alertuar për ato zona ku ka rrezik të shtuar. Ju faleminderit gjithëve, lutem prefektët evidentonin nevojat për mjete eventualisht në momente kur kapacitetet e bashkive konsiderohen të tejkaluara nga situata, në mënyrë që forcat e armatosura të përgjigjen kohë reale, sikundër dhe Ministria e Bujqësisë me mjete në qoftë se do jetë nevoja në argjinatura apo kanale kulluese ku duhen bërë ndërhyrje të natyrës emergjente.